Diferenca diferenca është jo vetëm te kontingjenti i lojtarëve që kemi ne, sepse kemi sjell disa lojtarë të rinj si thosh në krahasim me ndeshjen e parë, por ekipi slovak ka dhe amerikanën i cili bani diferencën, sidomos në periudhën e fundit, sepse në 3 periodat ishim aty brenda rezultatit i cili është 11 pikë. Mirëpo diferenca erdhi nga lojtari amerikan i cili mori përsipër dhe i bëri mbi 10 pikë në periudhën e fundit. Kështu që neve si ekip na vjen shumë keq, por nga ana tjetër prap shpresojmë se ekipi kombëtar me këto çunat e riq, cilë po tregojnë cilësi dhe aftësi për të luajtur për ekipin kombëtar në një të ardhmen do t'japin një gjë më të mirë. Pavarësisht që kena humbur me 20 e ca pikë, nuk ishte kjo domethënë faqa e vërtetë e ndeshjes. Besoj për 30 minuta kena luajtur një ndeshje të mirë, pastaj në periudhën fundit na ra energjia. Slovakia ekip ma fizik se na, edhe në fund ndeshjes u pa kjo gjë, edhe plus që kishte një amerikan të nivelit të lartë basketbollit evropian që bani diferencën sot.